Efti Mejdi, 43 vjeçe, nga fshati Palokastër, prej 6 vitesh merret me kultivimin e frutave dhe perimeve. Në serat e saj të vogla ajo prodhon vetëm produkte bio, si sallat, erza, spinaqet e kultura të tjera sezonale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë cilësisë së tyre. Po vemi rreth 6 vjet. 6 vjet që miremi me perime. Në behar mbjellim gjërat e beharit, patate, domate, karpuz, pjeprin, nga të gjitha të beharit. Dhe tani në dimër kemi bërë një serë të vogël, thamë hajtë ta provojmë se kemi pa punë dhe miremi me gjërat e bujqësisë dhe kemi prodhimin ton të tërë bio. Çfarë keni kultivuar tani gjatë kësaj periudhe? Tani kemi kultivuar sallatën, erzat, majdanozin, roklën, kemi pazin, kemi dhe spinaqin, lakrën, preshin, qepën, nga të gjitha. Mejdi tregon se për kujdesja e vazhdueshme, përdorimi i metodave natyrore dhe puna e përditshme janë çelësi për të pasur një prodhim të lartë dhe cilësor. Ajo ndjek me kujdes çdo fazë të rritjes së bimëve, duke shmangur përdorimin e kimikateve. Bëhen çfarë kujdesi duan? Duan punë, duan goxha punë, duan pastrim, duan vaditje, sera del dielli duhet hapur. Se i kalben duan shumë punë, doan që kujdes, po hajtë, mirë. Ka prodhim? Prodhim ka. Është çik problem se ka shumë lagështirë. Është pak lagështira, ajo na ndikon një çik. Po mirë. Gjë tani mirë. Prodhimin e saj bio, Efti Mejdi e tregton në qytetin e Gjirokastrës, ku ka gjetur interes nga konsumatorët. Duke parë kërkesat në rritje, ajo shprehet se në të ardhmen synon të zgjerojë sipërfaqet e tokës që kultivon dhe të rrisë më tej prodhimin. Si e bëni, ku e tregtoni prodhimin? Në Gjirokastër. Në Gjirokastër e prodhojmë, e çojmë atje me këto. Meqense është prodhimi i fshatit, ka kërkesa nga banorët? Ka kërkesa, po tha kërkesa se thonë që si ke prodhimin tënd, thoni me kimikate. Ne kemi çdo gjë, i kemi bio. I kemi dhe me pleun ton, i hedhim ple, marrim ple dhe me ple, vetëm asnjë gjë tjetër. Po, duke parë, duke bërë si të na eci puna. Vetëm të kemi treg. Si të na vej puna. Gjërë tani mirë jemi, kemi prodhim, po vetëm tregu është. Mendoni ti zgjeroni, domethënë si Varet, si vjet po kam menduar të vazhdoj më shumë, kemi hapur dhe një tokë që të mbjellim goxha. Do mbjellim karpuzin, pjeprin, pataten, domaten, këto po. E vetmja gjë që kërkoni është tregu. Tregu dhe ka shumë, thoni se si ke bio, thonë, i kemi merë lart e poshtë, po jo, ne i kemi të gjitha, ja, flet vet malli. Për familjen Mejdi, bujqësia dhe prodhimi bio nuk janë vetëm një punë e përditshme, por mënyra kryesore e jetesës. Përkushtimi ndaj tokës dhe prodhimi natyral siguron të ardhura për familjen dhe përfaqëson një stil jetese të ndërtuar mbi punën, traditën dhe respektin për natyrën.